Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Elif Lam Mim Sad. Ky është libri që tu ka dërguar ty dhe le të mos bëhet kurfar shtrëngimi në zemrën tënde për shkak të tij, që me të ti paralajmërosh dhe këshillosh besimtarët. Ndiqni atë që u është zbritur nga Zoti juaj, e mos ndiqni tjetër mbrojtës përpos tij. Pak po i pranoni këshillat ju. Sa shumë qytete kemi rënuar ne. Dënimi ynë ju erdhi në atë mos e ditën kur ata pushonin. Dhe thirrja atyre, kur ju erdhi dënimi, qëndronte vetëm në fjalët: na, me të vërtet kemi qenë zullumçar. Na, me të vërtet, do të kërkojmë llogari prej popujve që u kemi dërguar pejgamber, e gjithsesi do t'i pyesim edhe pejgamberët, dhe do t'ju apraqesim atyre të gjitha ato që i dim, sepse ne kemi qenë prezent. Peshimi i veprave, atë ditë do të jeti drejt, atij që i rëndohet herezia me veprat e mira, do të jeti lumtur. Kurse atij që i lehtësohet herezia me veprat e mira, ai do të humbë veten për shkak se i ka mohuar argumentet tona. Na ju kemi vendosur në tokë dhe, në të, ju kemi dhënë çka ju nevojitet për gjallëri. E sa pak falenderoheni. Na ju krijuam baban tuaj Ademin, e pastaj u dham formën, e ju thamë ngjeve, për uljen e Ademit. E të gjithë ju përulën përveç Iblisit. A nuk ishte nga ata që përulit? Perëndia tha: çka të pengoj ty që nuk ju përule, kur të urdhërova? Iblisi tha: unë jam më i mirë se ai. Mua me krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga ballta. Perëndia tha: e atëherë, dil prej andaj xhenetit. Ti nuk ke të drejtë që të krënohesh në të, dil, me të vërtetë, ti je prej të urrëturve. Iblisi tha: më jep afat deri në ditën kur ngjallen njerëzit. Perëndia tha: ti je nga ata që u është dhënë afati. Iblisi tha: betohem se për atë që me ke humbur, do t'ju vë pengesa atyre në rrugën tënde të drejtë, e do t'ju qasëm atyre edhe përpara edhe për mbrapa, edhe në të djathtë, edhe në të majtë, e ti do të konstatosh se shumica prej tyre nuk janë falëndërues. Perëndia tha: dil prej andej xhenetit i qortuar dhe i poshtëruar. Pa dyshim, me ty dhe me të gjithë ata që shkojnë pas teje, do ta mbushi xhenimin. E ti o Adem, vano ti dhe bashkëshortja jote në xhenet dhe hani ç'të dëshironi, por mos i ofroni kësaj peme se bëheni zullumçar. Djalli ju përshpëriti për t'ju zbuluar pjesët e turpshme të mbuluara të trupit të tyre dhe djalli tha: Zoti juaj ju ka ndaluar afrimin e këtij druri vetëm për atë që të mos bëheni engjëj ose mos të mbeteni për herë në xhenet. Dhe ai djalli ju betua atyre duke thënë: unë jam për ju, me të vërtetë, këshilltar i sinqert. Dhe i mashtroi me dinakerinë e tij. Pasi që e shijuan frutin e drurit, ju zbuluan vendet e turpshme atyre dhe nisën të mbulohen me gjethet të xhenetit. Ata i thiri Zoti i tyre: a nuk ju kam ndaluar atë frutin e drurit, dhe a nuk ju kam thënë se, me të vërtetë, djalli është armiku juaj i hapët. Ata thanë: o Zoti ynë, na vetë si kemi bërë dëm, e nëse ti nuk ka falë dhe nuk ka mëshiron, na do të jemi nga ata që janë të humbur. Perëndia tha: zbritni. Ju, njëri tjetrit jeni amik. Në tokë do të banoni dhe do të jetoni deri në një kohë. Perëndia tha: në të do të jetoni, në të do të vdisni dhe prej saj do të dilni ringjallëni. O bijtë e Ademit, na ju dërguam rrobe që t'ju mbulojnë vendet e turpshme, si edhe rrobe luksoze, por rrobet e virtyteve janë më të mira. Këto janë disa argumente të Perëndisë për t'i kujtuar ju mirësitë e Perëndisë. O bijtë e Ademit, le të mos u mashtroj kurse si djalli, ashtu si nxori prindërit tuaj nga xheneti me që i mashtroi, duke u zhveshur rrobat për t'ju dukur vendet e turpshme të tyre. Ai djalli dhe ushtria e tij ju sheja, prej nga ju nuk i shihni ata. Na i kemi bërë djajt ndihmës të atyre që nuk besojnë. E kur të punojnë vepër të shëmtuar, thonë: na i kemi gjetur prindërit tonë në to, por edhe Perëndia na ka urdhëruar me këtë. Thuaj: Perëndia nuk urdhëron të punohen veprat të shëmtuara. Përse flisni për Perëndinë atë që nuk e dini? Thuaj: Zoti im urdhëron drejtësi, dhe drejtohuni vetëm atij, kurdo që bëni lutje, dhe lutjuni sinqerisht atij, duke i bërë përulje. Ashtu siç ju ka krijuar prej asgjëje, ashtu do t'ju ringjallë. Një pjesë i ka udhëzuar në rrugë të drejtë, kurse pjesa tjetër e ka merituar humbjen. Ata e kanë bërë djallin mik përpos Perëndisë dhe mendojnë se janë në rrugë të drejtë. O bijtë e Ademit, vishuni përshtatshëm kurdo që të luteni. Dhe hani e pini, por mos e teproni, se ai Perëndia nuk i do ata që e teprojnë. Thuaj: kush i ka penguar stolitë e Perëndisë, të cilat ai i ka krijuar për robëritë e vet dhe ushqimet e këndshme. Thuaj: ato janë për besimtar në këtë botë dhe për të tjerët, në botën tjetër, vetëm për besimtar. Kështu, na u shpjegojmë argumentet njerëzve që dinë. Thuaj: Zoti im i ka ndaluar vetëm punët e këqija, qofshin të hapa ose të fshehta dhe mëkatet, shtypjen dhënimin pa të drejtë, të bërmurit çop Perëndisë, për të cilën nuk ka kurfar argumenti, dhe ka ndaluar të flisni për Perëndinë atë që nuk e dini. Çdo popull ka fundin e vet, dhe kur t'i vijë koha e fundit, nuk mund të shtyhet as të shpejtohet, kursisi.
O bijtë e Ademit, nëse nga mesi juaj vijnë pejgamber që ju shpjegojnë dispozitat e mia, atëherë ata që i friksohen Perëndis dhe punojnë veprat e mira, nuk ka frikë as pikëllim për ata. Kurse ata që i mohojnë argumentet e mia dhe sillen me mendjemallsi ndaj tyre, ata do të jenë banorë të zjarrit, në të do të qëndrojnë përgjithmonë. Kush është më zullumçar se ai që trillon gënjeshtra kundër Perëndis ose që mohon argumentet e tij. Atyre do t'u jepet e tërë ajo që është shënuar në Levi Mahfull. Kur t'u vinë të dërguarit ton engjëjt për t'u marrë shpirtin, do t'u thonë engjëjt ku janë ata, të cilët ju i adhuroni, përveç Perëndis. Ata thonë, humbën prej nesh. Kështu ata dëshmojnë kundër vetes që kanë qenë mohues. Perëndia u thot, hyni në zjarr me popujt, gjindet dhe njerëzit, të cilët kanë qenë para jush. Dhe kurdo që një popull hyn në zjarr, e mallkon shokun tjetër. Kur të tubohen të gëthën e të, atëherë ai i fundit u thot atyre të parëve, o Zoti ynë, këta na kanë sjellë në humbje, e për dënimin e dy fish të zjarrit. Perëndia u thot, për çdo njeri nga ju ka dënim të dy fish, por ju nuk e dini. U thonë të parët atyre të fundit, ju nuk keni kurfar përparësi mbi ne, prandaj shijoni dënimin për atë që keni punuar. Me të vërtetë, ata që argumentet tona i konsiderojnë gënjeshtra të cilët janë sjellë me mendjemallsi ndaj atyre, nuk do t'u hapën dyert e qiellit, as që do të hyjnë në xhenet, derisa të mos kalojë devja nëpër birë të xhipërës. Kështu na i shkojmë mëkatarët. Për ta janë përgatitur shtretër zjarri, e mbi ta do të ketë mbulesa zjarri. Kështu marrin të shkojmë zullumçart. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, na nuk i ngarkojmë më tepër, veç sa kanë mundësi. Ata janë banorë të xhenetit, në të cilën do të qëndrojnë përgjithmonë. Na, nga krahërori i tyre do të zhguljin çdo urrëtie, e nënta do të rrjedhin lumend. Dhe ata thonë, qoftë lavdëruar Perëndia që na udhëzoi në këtë. Ne nuk do të ishim udhëzuar sikur të mos na udhëzonte Perëndia. Me të vërtetë, të dërguarit e Zotit ton e kanë sjellë të vërtetën. Dhe ata do të thrasin, ky është xheneti që ju është dhënë në trashëgim për atë që keni punuar. Dhe banorët e xhenetit u thon banorëve të zjarrit, na e kemi gjetur të vërtetën, atë që na është premtuar nga Zoti ynë, e ju, a e keni gjetur të vërtetën, atë që u ka premtuar Zoti juaj? Ata thonë, po. Atëherë, një lajmëtar në mes tyre thërret, me të vërtetë, makimi i Perëndisë u takon zullumçarëve, të cilët i pengojnë të tjerët nga rruga e Perëndisë dhe kërkojnë ta shtrembërojnë, e nuk besojnë në jetën tjetër. Në mes tyre është Perdiamuri, në majtë e tij janë njerëzit të cilët të gjithë i njohin sipas fizionomisë. Dhe ata i thrasin banorët e xhenetit, kënaqësia qoftë mbi ju. Ata njerëzit nga muri ende s'kanë hyrë në xhenet, por atë dëshirojnë. E kur t'ju kthehet çikimi ka banorët e zjarrit, thonë, o Zoti ynë, mos na bësh shoqëri me zullumçarët. Ata që gjenden në mur, u thrasin disa njerëzve, të cilët i njihin sipas fizionomisë duke ju thënë, nuk ju ndihmoi as grumbullimi i pasurisë suaj, as ajo që u sollët me mendjemallsi ndaj të vërtetës. A janë këta, për të cilët ju betuat se nuk do t'i arrijë mëshira e Perëndisë? Atyre, të cilët janë në çmuar, u thuhet, hyni në xhenet. Për ju s'ka frikë as pikëllim. Banorët e zjarrit do t'u thonë banorëve të xhenetit, derni pak ujë në ne, ose diçka nga ajo që u ka dhuruar Perëndia. Ata thonë, me të vërtetë, Perëndia këto i ka ndaluar për mohuesit, të cilët e kanë marrë fen lojë dhe argëtim, dhe të cilët i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ne sot do t'i harrojmë ata, ashtu siç e kanë harruar ata takimin në këtë ditë dhe për shkak se i kanë mohuar argumentet tona, por ne u dëbuam atyre librin, të cilën ua kemi shpjeguar gjerësisht si udhërfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. A mos valla ta presin realizimin konkret të tij? Kur t'u vijë ajo që e presin premtimi dhe qortimi, do të thotë për atë që e kanë harruar më parë, pejgamberët e Zotit tonë na kanë sjellë të vërtetën. A ka ndonjë ndërmjetësues që angazhohet për ne, ose të kthehemi në këtë jetë, që të punojnë ndryshe se ç'kemi punuar? Me të vërtetë, ata e kanë shkatëruar veten e u zhdukën edhe ato që i triluan. Me të vërtetë, Zoti juaj është Perëndia, që i ka krijuar qiellin dhe tokën për 6 ditë periudha të caktuara kohe, e pastaj e mbysondoi gjësinë. Ai me errësirën e natës e mbulon ditën, e cila e ndjek atë, e dielli, hëna dhe yjet i përulen udhërit e tij. Vetëm ai krijon dhe sundon. I lartësuar është Perëndia, Zoti i gjithësisë. Lutjuni Zotit tuaj për ushëm dhe ngadalë. Ai, me të vërtetë, nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Dhe mos bëni çrregullime në tokë, kur në të është vënë vejgulli, atij lutjuni duke i friguar dhe shpresuar, se, me të vërtetë, mëshira e Perëndisë është afër bamirëse. Ai i dërgon erërat si lajme të gëzuara para mëshirës së tij, e kur erërat e vizin rreth e rënda me shi, na i çojmë ato ka vend i vdekur, e lëshojmë shinët dhe nxjerrim lloj frutash, po kështu do t'i ngjallim të vdekurit, për të menduar ju. Toka e mirë jep frutet me lejen e Zotit të saj, e ajo tokë që është e ligë jep vetëm ymën. Që kështu, na, në mënyrë të ndryshme ua shpjegojmë dokumentet tona popullit mirënjohës.
Na me të vërtetë ua kemi dërguar në unë popullit të tij, i cili u tha: O populli im, adhuroni Perëndin, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Unë friksohem për ju nga dënimi në ditën e madhe. Paria e popullit të tij thanë: Na me të vërtetë të shohim ty në humbjet e madhe. Ai tha: O populli im, unë nuk jam në kurfar humbje, por jam pejgamber nga ana e Zotit të Gjithësisë. Ju sjell urdhërat e Zotit tim dhe ju dëshiroj çdo të mirë. Unë di nga Perëndia atë që nuk e dini ju. Apo çuditeni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vinë nga një njeri i mesit tuaj, që t'ju tërheq vërejtjen, të bëheni besimtar dhe për t'ju mëshiruar? E ata e konsideruan atë gënjeshtar, andaj e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkë. Ndërsa i fundosëm ata të cilët i konsideruan gënjeshtra argumentet tona. Ata kanë qenë popull i verbër ignorant. Ja dërguan popullit Adit vëllon e tyre Udin. Ai tha: O populli im, adhuroni Perëndin, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. A nuk po i ruajeni dënimit? Paria e popullit të tij, të cilët nuk besonin thanë: Na, me të vërtetë, të konsiderojmë ty mendjelete dhe ne mendojmë se je gënjeshtar. Ai tha: O populli im, unë, me të vërtetë, nuk jam mendjelete, por jam profet i Zotit të Gjithësisë. Unë ua sjell urdhërat e Zotit tim dhe unë jam këshilltar i sinqert. Apo çuditeni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vinë nga një njeri mesit tuaj, që t'ju tërheq vërejtjen. Kujtoni që ai ju bërize vendës pas popullit të Nuhut dhe ju rriti me trup dhe fuqi. Kujtoni dhëntitë e Zotit për të qenë të lumtur. Ata thanë: A mos na ke ardhur ti neve për të adhuruar na vetëm një Perëndi, e ti lëm ato që i kanë adhuruar prindërit tanë? Na jep atë çka na premton, nëse je i vërtet. Ai tha: Në ju ka rënë dënimi dhe zemrimi i Zotit tuaj. A doni të polemizoni me mua për emrat e putave tuaj, të cilët ua keni dhënë ju dhe prindërit tuaj, e për të cilat Perëndia nuk u ka sjellë kurfar argumentesh. Pra, pritni se edhe unë po pres me ju. Dhe ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të, me mëshirën tonë. I shfarosëm të gjithë ata që i përgjigjeshtuan argumentet tona dhe nuk besuan. Dhe na i dërguam popullit të Mutit, vëllon e tyre Saliun. Ai tha: O populli im, adhuroni Perëndin, ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Madje, me të vërtetë, ju ka ardhur argument nga Zoti juaj, kjo deve e Perëndis për ju është një mrekulli. Lëreni të kullosni në tokën e Perëndis dhe mos i bëni ndonjë të keqe, se ju pret ndeshkimi i ashpër. Dhe kujtoni, a juve ju bërize vendës pas Adit dhe ju vendosi në tokë, në përafshinat e saj po ngrini pallate, e në kodrina po këdheni shtëpia. Kujtoni të mirat e Perëndis dhe mos bëni çrregullime në faqet e dheut. Paria e popullit të tij, ata që madhroheshin, u thanë besimtarëve, të cilët i konsideronin për të dobët: A dini ju që Saliu është i dërguar nga Zoti i tij? Ata thanë: Na, me të vërtetë, besojmë me të gjitha ato që janë shpallë atij. Ata që madhroheshin thanë: Na nuk besojmë në atë që besoni ju. Dhe therën devën e nuk e përfillën urdhërin e Perëndisë së tyre dhe thanë: O Sali, si në atë që na premton, nëse je pejgamber. Dhe ata i goditin një tërmet katastrofale mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Ai Saliu u largua prej tyre dhe tha: O populli im, unë ua kam sjellur urdhrin e Zotit tim dhe ju kam këshilluar, por ju nuk i doni ata që këshillojnë. Dhe kujtoni kur e dërguam Lutin, i cili tha popullit e vet: Pse po bëni asë mbrapshti, çfarë askush nuk ka bërë në botë. Ju me pasion e pshiqaseni me shkujve në vend të femrave. Ju me të vërtet jeni popull që e teproni me të keqia. Përgjegjja e popullit e tij ishte: dëboni ata nga vendbanimi jua. Ata janë njerëz që pastrohen shumë. Na e kemi shpëtuar atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij. Ajo ishte nga ata që humbën. Dhe mbi ta lëshuam shi, ërbesh gursh, e shiko si përfunduan mëkatarët. Dhe na ja dërguam popullit të Midjenit, vëllain e tyre, Shuaibin, e ai tha: O populli im, adhuroni Perëndin. Ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Madje, me të vërtet, ju ka ardhur argument nga Zoti juaj, plotësoni matjen dhe peshimin e mos i cungoni njerëzve sendet. Mos bëni ngatresa në tokë, pasi në të është vënë rregull. Kjo është më mirë për ju, nëse jeni besimtar. Dhe mos arrini në pusin e çdo rrugë, duke friksuar dhe duke penguar nga rruga e Perëndisë ata që besojnë në te, duke kërkuar shtrembërimin e saj. Dhe mendoni, kur ishit pak në numër, e ai u shumoi. Shikoni si përfundojnë ngatrestarët. Nëse një grup i juaj beson në profetnin time, a një grup tjetër nuk beson, duroni derisa Perëndia të gjykojë në mes nesh, se ai është gjykatësi më i mirë. Paria e popullit e tij, ata që madhroheshin thanë: O Shuaib, na, me të vërtetë, do të dëbojmë ty dhe ata që kanë besuar me ty nga vendbanimi ynë, ose do të kthehen ju në fen tonë. Shuaibi tha: Anxhan, edhe pasi ta urrejmë atë. Na, me të vërtetë, do t'i bënim Perëndisë gënjeshtër nëse kthehemi në fen tuaj, pasi që Perëndia na shpëtoi nga ajo. Na nuk mund të kthehemi në të, përpos nëse don Perëndia, Zoti ynë.
Zoti ynë me dijenin e tij i përfshin të gjitha. Na, te Perëndia mbështetemi. O Zoti ynë, gjykot i drejtë në mes nesh dhe popullit ton. Ti je gjykatësi më i mirë. Paria e popullit e tij, ata që nuk kanë besuar, than atyre që kanë besuar, nëse shkoni pas Shuaibit, atëherë, me siguri, do të jeni të humbur. Dhe i goditi ata tërmeti katastrofal, e mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre, të shtangur. Ata që e kanë konsideruar Shuaibin gënjeshtar, u zhduken, thuaj se nuk kanë ekzistuar kurrë, ata që e kanë konsideruar Shuaibin gënjeshtar, u zhduken krejtësisht. Shuaibi u largua prej tyre dhe tha, o populli im, unë kam sjellur ërat e Zotit tim dhe ju kam këshilluar. E pse të hidhrohem unë për popullin mohus? Na nuk kemi dërguar asnjë pejgamber në ndonjë vend banim, e që të mos i kemi dënuar banorët e tij, me skamje dhe sëmundje për shkak të padëgjueshmërisë, për tu përulur. Pastaj u ashndëruan fatkeqësi me lumturi, e ku u shtuan dhe u madhshtuan, ata thanë, edhe prindërit tonë i patën goditur vjedhërimet e gëzimet. E atëherë i dënuam ata pa pritmas, e ata nuk e hetuan ardhen e dënimit. Sikur banorët e vendbanimeve të besonin dhe të ruheshin prej mëkateve, na do t'i vëshonim me dhuntin nga qielli dhe toka, por ata gënjyen, prandaj i dënuan për atë që vepruan. A janë të sigurt banorët e vendbanimeve se nuk do t'i arrijë dënimi ynë natën, duke qenë ata në gjumë? A janë të sigurt banorët e vendbanimeve se nuk do t'i arrijë dënimi ynë ditën, duke qenë në argëtim? A janë të sigurt ata nga dënimi i Perëndisë? Dënimi të Perëndisë nuk i friksohen vetëm ata që janë të humbur. A nuk ju është e qartë atyre që e trashëguan tokën e banorëve të mëpashëm të saj, se, nëse na dëshirojmë, i dënojmë ata për mëkatet e tyre dhe u vëmëvuj në zemrat e tyre, e ata nuk e ndjejnë, nuk e pranojnë. Për ato vendbanime, na ti kemi treguar ty disa ngjarje të tyre. Me të vërtetë, u erdhën atyre pejgamberë që u sollën argumentet e qarta, por ata nuk besuan atë që më parë e konsideronin gënjeshtër. Kështu, Perëndia u avulosi zemrat mohuese. E na, te shumica e tyre nuk kemi gjetur plotësin të çfarë do zotimi, por, në të vërtetë, shumicën e tyre e kemi gjetur gatrestar. Pastaj dërguam, pas tyre, usajnë me argumentet tona, te faraoni dhe paria e tij. Ata i mohuan ato, pra, shiko si është përfundimi nga trestarëve. Dhe Musa i tha, o faraon, unë në të vërtetë jam i dërguar i Zotit të gjithësisë. Jam i obliguar që për Perëndin të them vetëm të vërtetën. Madje, me të vërtetë, ju kam sjell argumentin e qartë nga Zoti juaj, andaj lëshoj të vinë me mua bijtë e Israelit. Faraoni tha, nëse ke sjell ndonjë argument, tregoje, nëse je nga ata që e thon të vërtetën. Musa e lëshoi shkopin e vet, e ai u bë gjarpër i madh, dhe e nxori dorën e tij, kurçe, përshikuesi dritë e bardhë. Paria e popullit e faraonit thanë, ky, me të vërtetë, qenë ka magjistar i shkath, i cili do t'ju dëbojnë nga toka juaj, e çka propozoni ju? Ta thanë, mbani pakat dhe vëllajnë e tij dhe dërgoni nëpër qytet që të tubojnë, e që të sjellin ty çdo magjistar të shkatht. Dhe erdhën magjistarët e faraonit e thanë, a me të vërtetë do të shpërblehemi nëse fitojmë? Faraoni tha, po, ju jeni nga më të afërmit e mi. Magjistarët thanë, o Musa, ose hedhe ti, ose të bëhemi edhe sa na. Musa i tha, ju adheni. E kur e hedhen, i manitën sytë e njerëzve, i friksuan ata dhe shfaqen një magjit e madhe. I ashpallën Musait, hedhe shkopin. Ai shkopi filloi t'i gërtis të gjitha ato që i triluan ata. Dhe, kështu, doli në shesh e vërteta dhe dështoi ajo që vepruan ata. Këtu, ata u mundën dhe u kthyen të poshëruar. E magjistarët ranë në sejdë për ulje. Magjistarët thanë, na besojmë në Zotin e gjithësisë, Zotin e Musait dhe të Harunit. Faraoni tha, ju e besuat para se t'ju lejoj unë, kjo, me të vërtetë, është mashtrim që e keni përgatitur në qytet për t'i dëbuar banorët e tij. Do ta shihni ju. Do t'ju kërpusë duart dhe këmbët të thorazi, e pastaj do t'ju varrit të gjithëve. Ata thanë, na, me të vërtetë, i kthehemi Zotit ton. Ti mund të na hapëresh vetëm që i besuam argumentet e Zotit ton, posa na erdhën. O Zoti ynë, na jep durim të madhe dhe bëna të vdesim musliman. Paria e popullit e faraonit thanë, a mos vallë do ta lësh Musain dhe popullin e tij që të bëjnë gatresa në tokë, dhe që të lë ty dhe zotrat tu? Faraoni u përgjigj, na do t'i mbysim djemtë e tyre e do t'i lëmë gjallë gratë bijat e tyre, e na, me të vërtetë, jemi sundues mbi ta. Musa i tha popullit e vet, kërkoni ndihmë nga Perëndia dhe duroni se, me të vërtetë, toka është e Perëndisë. Ai ja jep trashëgim kujt të doj prej robërve të tij. Përfundimi i bukur do të jetë për ata që i duruajnë Perëndisë. Populli Musait thanë, na kemi qenë të torturuar para se të vishti dhe pas ardhes tënde. Musa i tha, Zoti juaj do ta zhduk armikun tuaj, e juve do t'ju bëj trashëgimtar në tokë, e t'ju vërej se si do të veprani. Dhe na e kemi dërmuar popullin e faraonit me thatësi, me vitet e thata dhe mungesë frutesh, për t'u këshilluar ata. Kur t'u vinë ndonjë e mirë, ata thonë,
këtë kemi merituar, e kur t'i godasë ndonjë e keqe, për atë fajsojnë Musajin dhe ata që janë me të. Por jo, fatkeqësia e tyre është prej Perëndis për veprat e tyre, e shumica e tyre nuk e din. Dhe ata kanë thënë, çfarë do argumentit e na sjellësh ti, që të na magjepsish me të, na nuk jemi besimtar tu. Prandaj, na atyre ua kemi sjell vëshimin, parkalecat, riqërat, pretkosat dhe gjakun, dokumentet e qarta, por ata madhështoheshin dhe ishin popull keqbërës. E kur i godiste dënimi, ata thonin, o Musa, lutje Zotit tënd për ne, ashtu si të ka premtuar, e nëse na liron nga kjo vuajtje, na, me të vërtet, do të besojmë ty, dhe do t'i dërgojmë bijtë e Izraelit me ty. Dhe pasi e liruam nga vuajtja, deri në afatën e arritur, ata me njëherë e shkelën premtimin. Andaj, na i dënuam ata dhe i fundosëm me det, nga se i përgjinjëstruan dokumentet tona dhe ishin të pakujdesshëm ndaj tyre. Kurse popullit e shtypur besimtarëve të Izraelit i adham në trashëgim viset e tokave lindore dhe perëndimore, të cilat i kemi bekuar dhe u plotësua premtimi i bukur i Zotit të ndaj Israelitëve, me që dua. Kurse, shkatëruam çdo gjë që bëri Faraoni dhe populli i tij dhe atë që ngritën ata. Na i kaluam bijtë e Izraelit për të detit, ku hasën e popull që i luteshin putave të tyre, ata thanë, o Musa, bëna edhe neve një zot, ashtu si kanë ata zotëra. Musa i tha, ju me të vërtetë jeni popull i ignorant. Këta me të vërtetë janë të humbur dhe veprat që i punojnë janë të pavlefshme. Musa i tha, a mos vallë do t'ju kërkoj unë zot tjerë përveç Perëndis, kur ai ju ka lavdëruar mbi të tjerët. Kujtoni kur na ju shpëtuam nga populli i Faraonit, i cili ju torturoi pa mas, fëmijët me shkujë mbytnin, kurse femrat tuaja u linin gjallë. Kjo ka qenë sprove e madhe për ju nga Zoti juaj. Na, ja caktuam Musait 30 net për adhurim dhe ja plotësuam ato edhe me 10 të tjera, dhe kështu plotësua koha e caktuar e Zotit të tij në 40 ditë. Musai i tha vëllait të tij Harunit, me zëvendësat e popullim dhe mbaj rregull, e mos ndiq rrugën nga trestarëve. Kur Musai erdhi në kohën e caktuar tonën dhe Zoti foli me të, Musai tha, o Zoti im, difto mu që të shoh ty. Zoti tha, ti nuk mund të më shohësh, por shiko në atë mal, e nëse qetësohet në vend të vet, ti do të më shohësh. E kur erdhi në shprehje fuqia e Zotit të tij, në mal, e dërmoi atë në copa, e Musai i ratifikët i pakur. Kur erdhi në vete, tha, qofsh i lavdëruar ti, kthehem te ti dhe unë jam i pari i besimtarëve. Zoti tha, o Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi të tjerët, me dërgimet e mia dhe bisedimin tim. Merr atë që ta kam dhënë dhe bëu nga mirënjohësit. Na ja kemi shkruar në pllakat të urat këshillën për çdo gjë dhe shpjegimin për gjithçka që ka nevojë. Merre këtë me seriozitet dhe uroj popullin tënd që të përvetsojë në mënyrën më të mirë. Unë do t'ju tregoj shtëpinë e mëkatarëve. Do t'i shmangi prej argumenteve të mia ata që madhështohen pa të drejtë në tokë. Nëse shohin çfarë do dokumenti, nuk e besojnë atë. Nëse shohin rrugën e drejtë, nuk e ndjekin atë, e nëse shohin rrugën e gabuar, e marrin atë rrugë. Kjo është për shkak se ata i përgjinjëstruan dokumentet tona dhe ishin të pakujdesshëm ndaj tyre. Ata që përgjinjëstruan argumentet tona dhe takimin në botën tjetër, do të dështojnë veprat e tyre. Ata nuk do të dënohen ndryshe, veç ashtu si kanë punuar. Populli i Musait, pas shkuarjes së tij, filluan të adhurojnë viçin e bërë nga stolisjet e tyre të arit, veç për kapamja dhe palja. A nuk pan ata, se ai as nuk mund të fliste, as t'i udhëzoi në rrugë të drejtë. Ata morën këtë viç për adhurim dhe u bën zullumçar. Dhe pasi u penduan shumë, pastaj dhe pan se janë trullosur, ata thanë, nëse Zoti ju nuk na mëshiron dhe nuk ka fal, me të vërtetë do të jemi të humbur. Kur Musa u kthye te populli i tij, i zemëruar dhe i pikëlluar, thiri, sa në mënyrë të shëmtuar jeni sjell pas shkuarjes sime. A mos valle keni shpejtuar urdhërin e Zotit tuaj? Dhe i hodhi pllakat e Teuratit e kapi vëllain për kokë, duke i afruar vetes. Haruni tha, o djali i nënës sime, ky popull me të vërtetë me konsideroj për të dobët dhe gati me mbytën. Dhe mos me të përpara miqeve dhe mos me numër në mesin e zullumçarëve. Musa i tha, o Zoti im, falë mua dhe vëllain tim dhe shpjena në mëshirën tënde. Ti je me mëshiruesi i mëshiruesve. Me të vërtetë, ata që morën viçin për Zotin e tyre, do t'i arrijë dënimi i Zotit dhe poshtërimi edhe në këtë jetë. Kështu na i ndëshkojmë ata që na përgënjeshtrojnë. Ata që kanë punuar veprat e këqija, e pastaj janë penduar dhe janë bërë besimtar. Me të vërtetë, Zoti yt, pas kësaj, është falës dhe mëshirues. Dhe kur Musa i kaloi zëmbimi, i mori pllakat, në të cilat ishte shënuar udhëzimi për rrugën e drejtë dhe mëshira për ata që i druajnë Zotit të tyre. Dhe Musa i zgjodhi nga populli i tij 70 njerëz për caktimin tonë. Kur i goditi tërmeti, ai Musa i tha, o Zoti im, sikur të doje ti, do t'i zhjuki ata dhe mua që më përpara. A do të na shkatërrosh për ato vepra që kanë punuar budallënjt tanë? Kjo është vetëm sprove yte, me të cilën e shpjen e humbje kënd të duash, kurse u zën në rrugë të drejtë kënd të duash.
Ti je dashuri ynë, andaj fana dhe mëshirona. Ti je me i miri mëshirusve, dhe caktona të mia neve në këtë botë dhe në tjetrën. Se, ne, me të vërtete, te ti kthehemi. Perëndia tha, unë e godas me dënimin tim këtë dua, e mëshira ime përfshin çdo gjë, u jap atyre që ruhen nga mëkatet dhe japin zeqatin dhe atyre që u besojnë argumenteve tona. Ata që ndjekin rrugën e pejgamberit, lajmëtarit të fesë, i cili nuk di shkrim lexi Muhamedi, të cilën ata e gjejnë të shënuar në Teurat dhe Injil, i urdhëron ata të bëjnë veprat e mira dhe i ndalon nga të keqijat, u alejon të mirat, e u ndalon të keqijat dhe i liron nga barrat e rënda dhe vështirësitë që i kanë pasur. Prandaj, ata që do të besojnë atë Muhamedin, që do ta përkrajnë dhe ndihmojnë, e do të ndjekin dritën që i është shpallur atij, vetëm ata janë të lumtur. Thuaj, o njerëz, unë jam pejgamberi i Perëndis për të gjithë ju, i atij që i përket pushtetit mbi qiell dhe tokë. Vetëm ai është i vetmi Zot, jeta dhe vdekja janë veprat e tij, prandaj besoni në Perëndin dhe në të dërguarin e tij, lajmëtarin e fesë, i cili nuk di shkrim, lexem, i cili beson në Perëndin dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij, për të qenë në rrugën e drejtë. Në popullin e Musait ka disa njerëz që udhërfim e kanë të vërtetën dhe gjykojnë drejt. Na e kemi ndarë popullin e Musait në 12 fiset dhe ja kemi shpallur Musait, kur populli i tij kërkoi ujë, bjeri me shkupin tënd shkëmbit, dhe rollën nga ai 12 burime. Çdo fis e dinte burimin e vet. Dhe ne u kemi bërë hije me re për t'u freskuar dhe u zbritëm men, një lloj ushqimi i ëmbël dhe zogjsi fellaza. Ani ushqimet e mira të cilat ju kemi dhënë. Ata nuk na dëmtuan neve, por i bën dëm vetvetes. Kujtoju atyre kur u është thënë, vendosuni në këtë vend banim dhe hani në të si të doni dhe thuani, fana mëkatet. Dhe hyni të përulën e derë, e na do t'u falim mëkatet dhe do t'u shtojmë bamirës e shpërblimin. E atëherë, mëkatarët ndëruan fjalët me tjera që nuk ju kanë thënë dhe na u dërguam atyre dënin nga qielli, sepse bënin zullum. Pyeti ata për qytetin që gjenden në Bredet, kur ata thyen dispozitën e së shtunës, atë ditë u vinin peshqit me shumicë, e ditëve tjera që nuk i kremtonin, nuk u vinin ata. Kështu, ne, ata i vënin në provë, sepse vënin mëkate. Kujtoje kur disa prej tyre thanë, pse e këshilloni popullin, të cilin Perëndia do ta zhuk ose do ta ndeshkojë me ndeshkim të ashpër. Këshilltarët u përgjigjen për t'u arsyetuar para Zotit tuaj dhe për t'i ruajtur ata nga mëkatet. Dhe kur e haruan atë, për të cilën ishin këshilluar, na i shpëtuam ata që të tjerët i pengonin nga të keqijat, kurse ndeshkonin me ndeshkim të ashpër ata që bënin zullum për shkak të mëkateve të tyre. Me që ata i refuzuan me mendjemallsi atë që u ishte ndaluar, na ju tham, bëuni majmun të uryer. Kujtoje kur Zoti yt ka paralajmëruar se do të dërgojë tek ata dikend, i cili do t'i mundoj, në mënyrën me të keqe, deri në ditën e Kiametit. Me të vërtetë, Zoti yt dënon shpejt, por ai është edhe falës e mëshirues. Dhe na i kemi shpërndar ata në tokë si popull, disa prej tyre janë të mirë e disa jo. Na i kemi vënë sprova ata me gjëra të mria dhe të keqia për pendin t'u kthye. Pas tyre erë gjenerata, e cila e trashëgoi librin të vratin, duke i marrë gjërat e kalueshme pa vlefshme të kësaj bote, dhe thonin do të na falet. Nëse prapë u binte në dorë diçka e ngjashme, prapë e merrnin. Vallë, a nuk është marrë nga ana e tyre premtimi solemn në libër të urat, që për Perëndin të thonë vetëm të vërtetën. Ata kanë mësuar çka ka në të libër, bota tjetër e përhershme është më e mirë për besimtarët, prandaj, vallë, a nuk e kuptoni këtë. Ata që i përmbahen dispozitave të librit dhe që e kryejnë namazin, na, me të vërtetë, nuk do të humbim shpërblimin të mirëve. Kujtoje kur na ngritëm malin mbi ta, që dukej se i re, e ata besonin se do të binte mbi ta. Na u tham atyre, merreni vendosmërisht atë që u dha dhe ta keni ndërmend atë që është në tabelat e Teuratit për t'u ruajtur nga të keqijat. Kujtoje kur Zoti yt, nga kurizi i bijve të Ademit, nxoi pasardhësit e tyre dhe ata i bëri dëshmitar të vërtetës kundër vetes. I tha atyre, a nuk jam unë Zoti juaj? Ata thanë, po, me të vërtetë. Na ju kemi bërë dëshmitar që të mos thoni në ditën e Kiametit, na për këtë nuk kemi qenë të informuar. Ose që të mos thoni, me të vërtetë, të parët tani kanë vënë shok Perëndis para nesh, e në njeni gjeneratë pas tyre. A mos vëllë do të na shkatrosh për atë çka kanë punuar të degeneruarit? Dhe, kështu na, ose t'i shpjegojmë argumentet për t'u kthyer ata nga imitimi i të parëve. Tregoju atyre për njeriu, të cilit ai ja kemi dhënë argumentet tona, e i cili është vëshur prej tyre, e djalli e ka bërë për vete, dhe ai është bërë i humbur. Sikur të donim ne, do ta ngritim atë në shkallën e të mirëve me argumentet tona, por ai u kthye tokës kësaj jete dhe ndoqi epshin e vet. Shembulli i tij është si shembulli i qenit, nëse e ndjekë, ai e çet gjuhën, nëse largohesh, ai përsëri e çet gjuhën. Ky është shembulli i njerëzve që i konsiderojnë gënjeshtra argumentet tona. Tregoju këtë ngjarje, që të mendojnë ata.
I shëmtuar është shembulli njerëzve që i konsiderojnë gënjeshtra argumentet tona dhe i bëjnë vetvetes cullum. Kë e uzon Perëndia, ai është i udhëzuar në rrugën e drejtë, e kë e humb nga rruga e drejtë, ai është i dëmtuar. Na kemi krijuar, me të vërtetë, shumë gjindë dhe njerëz për xhehenem, ata kanë zemra mend me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilët nuk shohin, kanë veshë me të cilët nuk dëgjojnë. Ata janë si shtazë, madje edhe me të zi. Ata janë të pakujdesshëm. Perëndisi përkasin emrat me të bukur, andaj thirreni atë me to dhe lutjuni, e shmangni atyre që i shtrembërojnë emrat e tij. Ata do të ndeshkohen ashtu si kanë vepruar. Në mesin e tyre që e kemi krijuar, ka njerëz që i uzojnë të tjerët në rrugën e drejtë dhe gjykojnë drejt. Ata që i mohojnë argumentet tona, na, dal ngadalë, do t'i shpjem ka shkatërimi pa e kuptuar ata, dhe do t'u jap afat atyre. Me të vërtetë, dënimi im është i fortë. A nuk mendojnë ata se shoku i tyre Muhamedi nuk ka kur farë marrëzje, ai është vetëm paralajmërues i hapët? A nuk e shohin ata perëndorinë e qiejve dhe të tokës dhe të gjithë ato që i ka krijuar Perëndia dhe se ju ka fruar fundi i tyre mohuese? Në çfarë fjale, posti i Kuranit, do të besojnë? Të ndela Perëndia në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë atë në rrugë të drejtë. Ai do t'i lërë ata të bredhin në humbje. Të pyesin ty kur do të ngjajë dita e Kiametit. Thuaju, atë di vetëm Zoti im. Kohën kur do të ndodh, ajo do ta tregojë vetëm ai. Tmerret e ditës së Kiametit do të janë të rënda për qiejt dhe tokën, do t'u vijë krejtësh pa pritmas. Të pyesin, thua se ti di diçka për të. Thuaj, këtë di vetëm Perëndia, e shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë të vërtetë. Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes as dobi as dëm, përveç atë që don Perëndia. E sikur t'i dija fshetsite, do t'i shumëzoja të mirat dhe nuk do të më prekte asnjë e keqe. Unë jam vetëm paralajmërues dhe si arriques për njerëzit që besojnë. Ai Perëndia u krijoi prej një njeriu dhe nga ai krijoi bashkëshorten e tij, që të qetësohet me të. Dhe kur e mbuloi atë ngarkuar me një barë të lehtë, kali me të. E kur ajo u rëndua, ata të dy u lutën Perëndis, Zotit të tyre, nëse na dhuron pasardhës të shëndosh, na, me të vërtetë, do të bëhemi falëndërues. E kur ai u adhuroi pasardhësit të shëndosh, të dy gjinit trilluan pastaj shok për te, për atë që ju dha atyre. Por Perëndia është shumë larg nga ato që ja trilluan paganët atij. A mos vëlla ata ja trillojnë për shok Zotit atë që nuk mund të krijojë asgjë, kurse ata janë të krijuar. As nuk mund të ndihmojnë gjë atyre, as të ndihmojnë vetes. Nëse i thini ata mohuesit në rrugë të drejtë, nuk do të ndjekin ju, njësoj e keni, i thirrët apo nuk i thirrët. Atyre që vu luteni ju, përveç Perëndis, janë robër si ju, prandaj thirrni ata që tu përgjigjen, nëse thoni të vërtetën. A kanë ata këmbë të ecin me to, ose duar të kapin me to, a kanë sy të shohin me ta, ose vesh të dëgjojnë me ta? Thuaj, thirrni zotërat tuaj, e kundër me jetëllani çfarë do dredhje mos zvarisni. Mbrojtësi im, me të vërtetë, është Perëndia, që e ka zbritur librin dhe ai kujdeset për të mirët. Ata që i adhuroni, përveç ti, nuk mund të ndihmojnë as ju as vetes. Dhe nëse i thirrni në rrugën e drejtë, ata nuk dëgjojnë, ti i thuaj se po të shikojnë, por ata nuk shohin. Bëhuj matur në sjelljen ndaj tyre, udhëro veprat e mira dhe shmangu nga xahillat ignorantë. Nëse djalli përpiqet të shpjegojë nga e keqja, përkostrim te Perëndia, se ai, me të vërtetë, i dëgjon dhe i di të gjitha. Me të vërtetë, ata që besojnë, kur i gjen ndonjë e keqe nga djalli, i kujtojnë urdhrat e Perëndis, e atëherë e shohin rrugën e drejtë. E vëllezërit e tyre të djallit i shpjen edhe me tej në humbje dhe nuk shmangen nga ajo. E nëse nuk i sjell ndonjë argument, ato thonë, sikur ta trilloje ti vetë. Thuaj, o Muhammed, unë shkoj vetëm pas asaj që ma ka shpallur Zoti im. Këto janë argumentet e qarta nga Zoti juaj, udhërtim dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. E kur të lexohet Kurani, ju dëgjoni dhe heshni për të mëshiruar. Dhe në vetë përmendni Zotin tënd me përulje dhe droj, jo me zë të lartë, në mëngjes dhe mbrëmje, dhe mos u bëni pakujdesshëm. Me të vërtetë, ata që janë afër Zotit tënd nuk ngurojnë ta adhurojnë atë, vetëm atë e lavdërojnë dhe vetëm para atij bien në sejdë me fytyrë për tokë.